Shikues të televizionit Uta, përshëndetje, ja ku jemi edhe në një takim tjetër tonin në kohën para iftarit. Jemi në këtë emision i cili vjen si bashkëpunim me Bashkinë Islame të Ulqinit, për cilën e falenderojmë që për shumë vite po përcjellim ligjërata mjaft me vlerë dhe të bukura në muajin e Ramazanit. Sot do të flasim pa dyshim për atë që le të themi është ngusht e lidhur me këtë muaj edhe është kuptimi thelbësor dhe primar i këtij muaji, siç është agjerimi, por jo vetëm. Kurani e disa aspekte të tjera. Me shumë kënaqësi, gjithë këto tema do t'i trajtojmë me Imam Medjen Shaptafa. Përshëndetje, agjerim të lehtë dhe të pranuar. Përshëndetje, faleminderit të gjithëve inshallah. Agjerimi na është bërë obligim. Ashtu si popujve para nesh, edhe ne. Po, është vërtet ashtu thotë Kurani, kutiba aleikum siyamu, është bërë të obligim agjerimi, kema kutiba alel ladhina min qablikum, siç është bërë obligim agjerimi atyre para jush, la'allakum tattaqun, në mënyrë që të arrini devotshmërinë. Pra, një prej qëllimeve të agjerimit është faktikisht arritja e devotshmërisë. Devotshmëria nënkupton përkushtimin, ruajtjen prej mëkateve, pastrimin shpirtëror, ngritjen shpirtërore, dhe ishte i bukur le të themi si definicion gati fjalët e Ibn Omerit radhiyallahu anhu, i cili thotë devotshmëria thotë është me ecet në një rrugë me xhamba dhe më rujtet mos me të hyn kam thotë asnjë xham thotë asaj më i vogli. Domethënë faktikisht me ecë njeriu rrugës së kësaj bote, pra me kalu jetën në kohën kur ka mundësi njeriu me gabu, me shku rrugëve të gabume, pra edhe me urujt domethënë prej çdo gabimi, qoftë edhe prej ma të voglit. Pra, ky është një prej kuptimeve të asaj që takva ose takvallak ose devotshmëri, dhe normalisht që ky është një prej qëllimeve të agjerimit. Faktikisht pastrimi, ngritja, favorizimi i asaj shpirtërores është një prej qëllimeve të agjerimit. Pra, për atë për shembull nganjëherë gjithmonë themi se ishte i rëndësishëm me tepër se mësim besimin në shkollë, sepse fillimisht qysh me tepër mësohet se Zoti Melekti ka kriju domethënë nga drita ato janë shpirtërore të cilët nuk hajnë edhe nuk pinë ose nuk kanë kënaqësitë e tjera trupore të cilët i ka njeriu, dhe faktikisht njeriu mundohet domethënë faktikisht me imitu këtë jetën shpirtërore apo jetën e engjëve, sepse njeriu i ka të dy komponentët, edhe atë shpirtëror, edhe atë toksor, edhe atë domethënë e cila tërheq njeriu nga lart, nga ajo që është le të themi ashtu në thojza hynore, por edhe ajo e cila tërheq tek poshtë, pra janë epshet e kënaqësitë e kështu me radhë, dhe në muajin Ramazan domethënë njeriu duke lanë ushqimin, duke lanë pijet, duke lanë kënaqësitë mundohet me imitu jetën e engjëve. Ata janë ata krijesat të cilët thotë Allahu xhallahu shanuhu adhurojnë Zotin, thotë ja falun me to mërum, pra punojnë atë për shkak janë të urdhëruar, domethënë janë krijesat të cilët nuk e thënë urdhën e Zotit ose fjalën e tij. Kështu që në përgjithësi, domethënë me agjerim mundohemi me imitu jetën shpirtërore, jetën e engjëve, në mënyrë që atë kondicion sa dhe pak më shumë me përcjell edhe pas muajit Ramazanit, me rujt domethënë atë pastërti, me rujt atë grad normalisht ma të ngritur shpirtëror, domethënë një përjetim ma të madh shpirtëror të cilën njeriu arrin gjatë muajit Ramazanit nëse realizon dhe shfrytëzon atë në mënyrë të bukur. Kështu që kjo është domethënë një prej kuptimeve. Mirë po, kur thatë kërkojmë thënë se është obligim siç është bë edhe popujve më përpara, atëherë Allahu xhallahu shanu tregon se edhe Musa alayhis salam i ka bë obligim, dhe këtu ndërlidhet faktikisht çështja e Kuranit, sepse thotë Zoti shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji Ramazan është muaji në të cilin është zbritë Kurani, dhe sikur e gjithë ky muaj Ramazan, gjithë ky adhurim i shtumun i cili ka përcjellën pastrimin njeriu është për arsye të Kuranit. Kështu që edhe Musa alayhis salam Allahu xhallahu shanuhu i ka bë obligim, i ka bë agjerimin, dhe thotë kemi bërë atë obligim thotë agjerimin 30 ditë, kështu siç e kemi edhe na 30 ditë agjerimin,
pare se Hazreti Musa duhet të ngjitej në kodrën Sina për të pranuar dhe të urdhëresat. Dhe të urdhëresat të cilët janë normalisht në një formë tjetër, mirë po ato janë të përmendura edhe në Kur'an. Dhe faktikisht Hazreti Musa duhet të agjeronte një muaj ditë për le të themi shumë të taku me Zotin në kodrën Sinai me pranu dhe të urdhëresat. Mirë po Hazreti Musa ditën e fundit e prish, sepse thot kam pasur dëshirë që më ardhet erse goja mirë po pejgamberi se në tregon se Allahu xhaleshanu thot era goja xherusit është më e mirë thot se era miskut. Normalisht duhet me bënë një digresion, me thënë që nuk nënkupton mos mbajtjen e higjienës orale në asnjë mënyrë, por faktikisht tregon se çka fshihet më saj faktikisht aktin e adhurimit edhe të agjerimit, sepse ai adhurim, ai agjerim edhe ai përkushtim është më i vlefshëm, domethënë dhe më i mirë se era miskut. Mirë po Hazreti Musa e prish ditën e fundit dhe Allahu xhaleshanu i bën obligim edhe të tjera dhe pastaj duhet ngjitet në kodrën Sina për me marrë dhe të urdhëresat. Kështu që në një formë edhe ummeti Muhamedi sallallahu apo muslimanët faktikisht e kanë obligim agjerimin në mënyrë që me u përgatit, në mënyrë që me u pastru, me lanë faktikisht anësh atë trupor me favorizu shpirtërorin, si me kena atë denjë që me pranu, sepse edhe Kurani është shpallje e Zotit, sikur që kanë qenë në kohën e Musaut urdhëresat e Zotit. Kështu që faktikisht ajo është domethënë një paralele, ishte e njëjta gjë vetëm se Allahu xhaleshanu përveç Hazreti Musaut ka zgjedhur Hazreti Muhamedit alayhis salam si pejgamber të cilëve ju ka shpall fjalët e veta dhe normalisht për me arrit këtë mirësi, le të themi ashtu në thojza kushtimisht për me meritu këtë mirësi, për me qenë ide njeriu, ai agjeron, largohet prej trupores e minimizon atë, favorizon shpirtërorin maksimum për me keni denjë për me pranu fjalën e Zotit. Përmendet në çdo dytën fjalë, mund të themi pastërtia. Në cilin aspekt, nëse e shohim jo vetëm kaq ngushtë, le të themi këtë pastërtinë shpirtërore, por edhe në ato që e lidhin me pastërtinë e ambientit, të çdo gjë tjetër që më pas e lidhin ndoshta edhe me disa fraza që i dëgjojmë gjatë ditës, por ndoshta nuk ju dim kuptimin thelbësor në Islam. Sikur nëse është ndotur këtu nuk mundesh, apo nëse është një kafshë caktuar në këtë vend, nuk është ambienti i pastër. Çfarë mund të themi për këtë? Në përgjithësi Muhamedi alayhis salam thotë pastërtia është gjysma e besimit. Dhe në një transmetim tjetër thotë pastërtia është pjesë e besimit. Dhe Islami në përgjithësi pastërtisë i ka kushtuar normalisht rëndësi të madhe. Si asaj të jashtme atë mbrojtje, si pastërtisë trupore ashtu edhe pastërtisë shpirtërore. Mirë po, nga një herë dhe në bisedë me xhamatlimin besimtar, thonë për shembull, shohim turistë, shohim musafirë cilët vinë, nalën makinën, falen kuda. Ajo është e vërtet, pa ishte të obligim të dimathat me i falen me kryet tona. Ajo sepse na e kemi konsideruar të shenjtë. Duhet toka, duhet tesha, duhet vende, duhet e kështu me radhë. Njeriu mundet shumë lehtë me u pastru për namaz, me marrë abdes, me fal. Toka është gjithë, toka është e pastër gjithësht. Toka Zotit është me zgjidhje ose vend ku mundet njeriu me pas sejdë edhe me u fal. Mirë po, normalisht që Kurani ka favorizuar pastërtinë shpirtërore, sepse ajo është edhe ishte ajeti i fundit, ashtu normalisht dietarët kanë njëherë divergjencë në lidhje me disa çështje. Mirë po disa thonë se ajeti i fundit i Kuranit është kur Allahu xhaleshanu thotë yawma la yanfa'u malun wala banun, atë ditë kur nuk do të bajnë të dobi të pasuria as fëmijët, illa man ata Allahu bi qalbin salim, përveç se kush i vjen Allahut me zemër të shëndoshtë, domethënë me zemër pasën kuptim zemër e shëndoshtë, domethënë e kundërta e saj është zemra e ligë, ndërsa ligësia e zemrës janë ata cilësitë ose vetit negative, siç është smira, siç është mendjemallësia, siç është intrigat, batakçëllësit, gjitha ata cilësi të cilat nën çmimin ndaj tjetrit, mos respektimi ndaj tjetrit, kështu me radhë, gjitha ata domethënë konsiderohen si zemër e smut ose zemër e ligë.
Kështu që Allah xhaleshanu thot, atë ditët i shpëtuar është domethënë mas gjitha detajeve, gjitha rregullave dhe obligimeve të cilat i ka zbritur Kurani, atë ditët do të bëjnë të bithet zemra e pastër ose zemra e shëndoshtë. Kështu që Kurani e ka favorizuar shpirtëroren, pastërtinë shpirtërore, dhe jo vetëm në këtë ajet, por edhe në për ajete tjera, ku thot Innallahi yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zoti thotë do ata të cilët pendohen dhe kërkojnë pastrim. Kështu që ajo është fakt edhe ishte e vërtet, dhe ishte interesant në lidhje me këtë, ishte interesant ai faktikisht shpjegimi që i bën Gazali një prej haditheve të pejgamberit alayhis salam, ku thot lën tadkhulul malaikatu baytan fiha kalb, nuk hyn melekët apo angjëjt në shtëpinë të cilën ka qenë, ky do të ishte kuptimi i jashtëm, nuk e kundërshton hadithin si fjalë pejgamberit alayhis salam, absolutisht nuk vjen shprehje apo. I thot por thotë ky është vetëm kuptimi i jashtëm. Kuptimi i mbrëmshëm thotë është që bejt domethënë shtëpi. Bejt si përdoret Kosova, përdor me bujt, me najt, bete e butë, bejt, është domethënë vend qëndrim. Ndërsa qenin kupton pa pastërtinë. Ndërsa me lekët pastërtinë hynore, dritën e Zotit. Dhe normalisht dritë është edhe Kurani, i cili i shpallën këtë muj, dritë është besimi. Dhe thot kuptimi i mbrëmshëm i këtij hadithi është që drita hynore ose drita e Zotit, drita e besimit ose Kurani në këtë rast, i cili është nur, thot nuk qëndron thot në zemrën në cilën ka pastërti. Në zemrën në cilën ka smirë, në cilën ka ligësi, në cilën ka mendje madhësi, e kështu me radhë nuk qëndron Kurani. Për atë edhe më tepër, domethënë muji Ramazan si muji i agjerimit dhe i gjithë adhurimeve të shtuara, faktikisht ja bën njeriu me dije për me shtu atë adhurimet, me favorizu shpirtëroren edhe më tepër në mënyrë që me u pastru dhe me keni idenë që drita e besimit, drita e Zotit ose Kurani me hyj dhe me qëndru në zemër, e cila paraprakisht duhet jetë e pastër. Çfarë çasti duhet të kemi që ta kuptojmë Kuranin? Edhe le të themi me cilën mënyrë të qasemi këtij libri të shenjtë për ta kuptuar atë? Kurani më së pari kërkon pastërtinë morale, pastërtinë shpirtërore. Dhe është parakusht në mënyrë, përndryshe ata janë vetëm fjalë mekanike të cilët na i thonë dhe janë fjalë të thata pa ndonjë efekt. Në mënyrë që Allahu xhaleshanu me thonë ashtu, me ta barrë ose me ta çil kuptimet e Kuranit, njeriu duhet me keni pastër. Duhet me pas pastërti morale, duhet me pas pastërti shpirtërore, siç ka thënë Rumi, ka thënë Kurani, është ka thënë si nusin e ndovak me përdor një fjalë kështu popullore. Si nusin e ndovak, si aqil dovakun dhe vesh atij i cili ishte me qëllime të pastra ndaj saj faktikisht ai i cili është dhënër. Dhe në këtë aspekt edhe ai i cili i qaset Kuranit me qëllim të pastër, me jetë pastër, me zemër të pastër. Nuk i qaset Kuranit për me fitu lavd, për me thonë ky është i ditën, për me thonë ky flet bukur, ky është hafez, ky ka kështu, për me përfitu të mira për veti, por i qaset domethënë me një jetë pastër, me një dashuri të pastër, me një sinqeritet, me një pastërti shpirtërore, ai mundet domethënë me kuptu dhe me hap Allahu xhaleshanuhu edhe ata momentet ose ata mëshetet të cilët i përmban, se normalisht ishte libër edhe gjuhë dinamike shumë dhe njeriu ka shumë detaje, shumë kuptime mund të pas një ajet kuranore kështu me radhë, kështu që me të vërtetë si parakusht e kërkon pastërtinë morale, pastërtinë shpirtërore, dhe ajo është domethënë përgatitja më e mirë në jetë edhe sinqeriteti. Sa i përket Kuranit, unë kam dëshirë me përmend edhe një gjë. Shpesh herë Kurani është i veçantë. A di pse është i veçantë? Këtë e pranon muslimane orientalistë, islamolog, tash i thonë sidas qoftë. Kurani është i veçantë sepse Kurani Allahu xhaleshanu e quajnë kelamullah, fjalë e Zotit. Është direkt fjalë e Zotit, e zbritur te Muhamedi alayhis salam,
përmes melekut Xhibril, e shkruar nëpër kish definicioni, e shkruar nëpër mushafe, e përcjellën në mënyrë mutawatir, domethënë që në çdo brez, në çdo gjenerat ka aq shumë përcjellësa që nuk mund të dyshuar në autenticitetin e tyre, besueshmërinë e tyre, dhe ishte fenomen i vetëm. Ishte fenomen i vetëm, pa dashur me sulmu dhe kënë. Nuk më në që duhet faktikisht as imam të muslimat me sulmu dhe kënë tjetër. Ishte pasuri që Islami e ka, por nuk dhe më thënë që duhet me sulmu. Faktikisht me shiku drejt në krishterizëm, fjallë e Zotit ishte Hazreti Isa. Nuk ishte Biblia. Edhe Biblia ishte shpallje, por edhe Biblia ishte dhe më thënë vetë teolog krishterë ka dallimet e se çka ishte shpallje për Zotin dhe se çka ishte përditshmëria e Hazreti Isa, cilën ata e quajnë Jezus. Për shembull, unë që religionit thotë enarhe enhologos, thotë në fillim të ishte fjala dhe Hazreti Isa ose Jezusin e quajnë fjalë ose fjalë e Zotit. Mirë po edhe Kurani e quajnë fjalë e Zotit. Edhe Kurani thotë o ju thar të librit thotë mos thoni thotë për Isa ibn Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Thot mësonin të tjetër për Allahun verset të vërtetën. Isa i biri Mariamës, ose Jezusi i biri Marias, është i dërguar i Zotit dhe fjalë e tij të cilën e ka vendosur te Hazreti Mariami. Do thonë, në këtë aspekt raporti është Kur'an dhe Hazreti Isa. Isa alayhis salam ose Jezusi i cilin e quajnë ata. Nuk është Kur'ani me Bibël. Dhe na kur i qasim ka njëherë Biblës i qasim me mentalitetin e Kur'anit. I qasim mentalitetin e Kur'anit dhe siç e kemi për Kur'an ata kriteret tona dhe shpjegimin ton, ashtu më në Biblën edhe thom që ka shumë kundërthanje, ka kështu. Nuk është real kjo qasje. Sepse edhe vetë Bibla edhe vetë Kur'ani e quajnë Hazreti Isa në fjalë e Zotit. Mirë po, ç'është dallimi te Islami? Në krishterizëm fjala e Zotit është Hazreti Isa ose Isa alayhis salam, Jezusi, edhe është shembulli i parë dhe praktikimi i parë. Në Islam është ndama. Praktikimi, pranimi dhe shembulli i parë është Muhamedi alayhis salam. Ndërsa fjala e Zotit është Kurani. Muhamedi alayhis salam nuk është fjala e Zotit. Tjetër se Allah xhaleshanu thotë, ai thotë nuk fletet nga dëshira vetë, por ai është të frymëzim i cili shpallet e tij. Mirë po, fjala e Zotit është Kurani, ndërsa Muhamedi alayhis salam është shembulli i parë, praktikimi i parë, pranuesi dhe përsjellësi i parë i tij. Kështu që, domethënë, Kurani si fjalë Allah xhaleshanu është në veti. Ishte edhe një dietar Setus el Nasri, i cili bën një paralele shumë bukur në këtë rast. Edhe thotë, njështë thotë se Hazreti Mariamja, cilën e quajnë Maria, të kanë vetëm dallime gjuhësore, se një njëjtë person, për njëjtin person bëhet fjalë. Njështë thotë se ishte ajo thotë e pastër thotë moralisht për me pru thotë Hazreti Isa në këtë jetë si fjalë e Zotit. Njashtu dhe Muhamedi alayhis salam thotë ishte ummi ose analfabet që nuk dinte të shkrim dhe lexim për me pru Kur'anin si fjalë e Zotit. Në mënyrë që mos më u dyshu në interesin tyre se ka pasur diçka gisht vetë dhe më u dyshu në besueshmërinë e tyre. Kështu që ishte teme madhe po. Shumë gjë. Por është e bukur. Ishte teme madhe. Për atë punë për shembull, po tash nuk është koha me vludit. Për atë punë për shembull Islami Kurani nuk flet as pak për lindjen e Muhamedit alayhis salam. Për lindjen e Muhamedit alayhis salam nuk flet as pak. Pse? Sepse nuk përban asnjë fakt, nuk përban asnjë rëndësi. Ka lind prej babës edhe prej nanës edhe nuk po. Ndërsa për Hazreti Isa flet në detajisht për lindjen e tij. Jo për lindjen e tij, por edhe për lindjen e Hazreti Mariamës. Kur thot gruaja e Imranit ka dashur me lindë dhe ka thënë o Zot, unë betohem që këtë fëmijë do ta lajë në shërbim tam, mirë po të ka lindë fëmën. E Zoti e din se çka ka lind, edhe nuk është e njëjtë si mashkull dhe si femën, por faktikisht ka lind Hazreti Mariamin e prej saj ka ardhur Hazreti Isa. Domethënë e përmend në detaje, pse? Sepse disa Hazreti Mariamin e kanë akuzuar për të pamoralshme, disa Hazreti Isa e kanë bërë Zot më vonë dhe Kurani e merr mbrojtje plotësisht. Edhe në erën e Hazreti Mariamës, edhe pejgamberinë e Hazreti Isas, edhe i përmend detaje. Ndërsa te Muhamedi se ka përmend të thonë ja kundër me vludit. Se ka përmend as Kurani skrush, po se ka përmend se s'përban asnjë rëndësi po. Përban ndonjë fakt ndonjë gjë, nuk ka ndonjë
kontestim aty, nuk ka ndonjë kundërthënie që duhet Kurani me i dhënë asaj. Po çka i ka thënë disa herë ka thënë është ummi. Disa herë ka thënë është njeriu i cili nuk ka ditë shkrim edhe lexim. Se kjo ka qenë e rëndësishme sepse ka për Kur'anin si fjalë e Zotit dhe kjo ka qenë e rëndësishme. Ai fakti si ka qenë njeriu i cili nuk e ka ditë shkrimin edhe leximin. Ndërsa te Hazreti Mariame ka qenë e rëndësishme pastërtia e saj. Që për pastërtisë së saj, për vullnetin e Zotit, si thotë Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. I dërguari i Zotit edhe fjalët e tij që ka vendosur te Mariamja, ajo është më rëndësi. Sepse nuk mundet një gru e cila ishte e pamoralshme për Hazreti Isa, i cili është fenomen i njerëzimit. Një gru cila e kanë akuzuar hebrejtë dhe akuzon Allah si ka qenë e pamoralshme. Më shumë pranon ata etiketimet ma të rënda në emision. Kështu që aty i ka kushtu Kurani rëndësi lindjes ti edhe ardhes ti në këtë botë, kështu që ta janë atë relacione, domethënë. Aty është fjala e Allahut është Hazreti Isaja, mirë po, në Islam fjala e Allahut xhaleshanuhu është Kurani. Dhe është ndamur nga praktikimi në mënyrë që ajo që është shpallë për Zotit mos më pas asnjë lloj dyshimi dhe atë pajtohen tonë. Tjetër se për shembull disa ajeteve i napin pak ton ma militare dhe thonë që Kurani nxit kështu, Kurani nxit ashtu. Por ata pranon që Kurani është një ashtu siç e ka thënë Muhamedi shokëve të tij, një ashtu edhe ndit sot me i pa ndryshum. Domethënë Kurani është fjalë Allahu xhaleshanuhu, ndërsa atje është Hazreti Isa. Na ka çu pak tema, pak një fije. Mirë po prep, domethënë faktikisht muji Ramazanit është muji i cili njeriu përgatitet me kënë idenë për me pranu fjalën e Allahu xhaleshanuhu për me u pastru, me u ngrit, le të themi ashtu me kënë idenë. Ai vetë pejgamberi nëse kur e pyesin, edhe thotë pejgamberi më përpara, thotë askush sot nuk hyn në xhenet përveç me rahmetin e Zotit. I thonë as ti o dërguari i Zotit, ason thotë. Nuk mund të më thonë me kënë idenë dhe me meritu, se nuk mund me meritu. Par në kuptimin që më mundu faktikisht me pas atë, me tentu që me u pastru me kënë idenë për me pranu atë, për me zanë vend të njeriu edhe për me dhanë fritë. Unë ndoshta tani do dal komplet jashtë temës, por nga ajo që folëm edhe ku janë ato emocione më të mëdha. Do doja të dilja tek diçka që ndoshta nuk e kemi të qartë, por edhe kërkojmë kur jemi tek gjinia e fëmijëve. A gabojmë si besimtar nëse kërkojmë me zemër diçka më shumë se një gjini tjetër? Kështu, gjithkush gaban... Lidhem nga ajo që folme tani. Gjithkush gaban kur dëmi marrë Zotit diçka me zorë. Zotit si marrë gja me zorë. Allah xhaleshanuhu kritikon njeriu, thotë kur ju jepet të lajme thotë që kanë ftuar të fëmijë femër, thotë atini thotë ju nxirret fytyra. Domethënë, Islami e ka kritikuar atë. Aja nuk është domethënë sepse shpesh ka një herë kemi disa tradite të cilat e kemi trashëguar na vet dhe ja atribuojmë Islamit edhe sulmojmë fenë ose e kritikojmë fenë. Aja ndoshta është tradita jona, si shqiptarë, si thonë për shembull disa gjithmonë kanë dashur fëmijë mashkull për luftë, për pushke, është konsideruar ashtu, është bë regjistrimi i popullsisë së gjana. Kurani absolutisht nuk ka lidhje me atë punë. Kurani bile kur kanë pas arabët ose kurishitët dhe një fes, kur kanë pas i sulmon edhe ata, thotë be ai dhe ben kutilet, kur kanë pas të fëmijë femër që i kanë varros për zjalli. Thotë o idhen me udet të sojlet be ai dhe ben kutilet. E kur thotë ai varrosën për zjalli, për çfarë mëkati ti është varros. Edhe domethënë kritikën edhe ajetin tjetër që absolutisht është tradita jone, nuk ka absolutisht Islami lidhje me atë punë. Atë se thotë nuk është si mashkull si femër, sepse ata kanë role të ndryshme në shoqëri, kanë role të ndryshme në familje, kanë role të ndryshme mirë, po absolutisht që nuk ka diçka që për fesë Islamit që më preferu një gjini ndaj një gjinis tjetër. Absolutisht nuk qëndron ajo punë. Sa gra ka përmend Kurani, Hazreti Mariamen, gruën e faraonit. Mirë po ka përmendur edhe atë që janë shembull për gruën e Lutit alayhis salam, e cila nuk ka besu bashkë me djalin e saj, domethënë nuk është absolutisht nuk ka dallim. Tjetër është traditat tona
Mirë po nuk munda me atribu fesë islame ata. Më thënë, atë çka ka dhënë Zoti njeriu duhet me keni knaqen. Secili fëmijë është pasuri. Tani për fund, si e shihni edhe si imam, por le të themi edhe ndoshta një krahasim ndër vite, po agjërohet më shumë, po shkohet në terapi më shumë edhe nga të rinjt, ta mbyllim kështu me këtë. Po, ishte vërtet edhe një ditë të komentu me disa xhamatitët, i qoftë të halal të hoxhve, thëtë se ishte tu i nuthët e rinia, thëtë shumë ma shumë se dikur, një burr pak në disa vjetë. Ata Zoti i ka sjellë i ka udhëzuar se hoxh nuk mund me bën Allah xhaleshani i thot pejgamberit alayhis salam innaka lan tahdi man ahbabta ti thot nuk mund të më udhëzuar atë që don ti thot walakin Allah yahdi man yashau ila siratin mustaqim por Zoti thot udhëzon këna ai don thot në rrugën e drejtë. Kështu që është mirësi normalisht që ka qenë një kohë një ideologji që ka bërë çmos me largu njerëz prej besimit, prej fesë, prej praktikimit me metode të lloj-llojshme dhe normalisht është larguar edhe është kthy në të themi ashtu gjendën në normalitet, për edhe duket dallim i madh mes për shembull gjeneratave tonë dhe aty në gjeneratave të prindërit tonë sepse kanë jetuar një ashtu, por që mos të kishte kanë ashtu kohë me siguri që ata kishin kanë shumë sina ose ndoshta edhe më donën fesë edhe besimit mirë po kanë jetuar në një sulm tan kohën ideologjik kundër fesë, kundër besimit, kundër praktikimit. Mirë por alhamdulillah që ka kaluar kohë edhe që janë kthy, por ajo është shumë evidente që janë kthy me shumicë ka besimi, ka feja, ka praktikimi i fesë në përgjithësi gjithë. Fatmirësisht, faleminderit për gjithë le të themi mesazhet emocionale që përcollën edhe për gjitha sqarimet që kishim në këtë temë sot. Faleminderit. Si agjërim të pranuar, ju bëf mirë edhe iftari, me qenë se jemi në minutat para iftarit. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Falenderoj kompaninë Cungen Company për zbukurimin e ambientit të studios son. Sot të rënur gjithashtu për gjitha detajet e bukura, kukis që i kemi në tavolinën tonë. Faleminderit vajza për gjithë punën tuaj, ndërsa edhe një herë falenderoj imamin Medjen Shaptafa për bisedën edhe për gjitha mesazhet e tij. Bashkësia Islame Ulqini gjithashtu faleminderit për këtë bashkëpunim. Ju bëft mirë iftari dhe miru takofshim në ditët në vijim.